Është fat që 2 nga bimet endemike më të veçanta janë zbuluar në qarkun e Kukësit. Bëhet fjalë për zambakun shqiptar në zonën e Pashtrikut, nga studiuesi botanikës Ali Hasani, dhe tulipanin shqiptar në zonën e Kolshit e Surrojt, nga studiuesi dhe biologu Injer Besnik Hallaqi. Studiuesi Ali Hasani tha se këto bimë me rëndësi të jashtëzakonshme duhen mbajtur në monitorim në ato zona ku janë zbuluar dhe aty ku kanë habitatet e tyre. Le të studiojmë këto bimë, le të evidentojmë këto bimë dhe të japim informacion të gjithë interesuarve. Qarku i Kukësit i njihet për shumëllojshmërinë e bimëve miksore, një potencial i jashtëzakonshëm që është shfrytzuar prej kohësh nga banorët e zonës, e më herët edhe nga ndërmarrjet shtetërore të bimëve për mbledhjen e përpunimin në industrinë farmaceutike. Studiuesi Ali Hasani, njëri prej botanistëve më të njohur që i ka kushtuar një periudhë të gjatë kohore studimit të bimëve në këtë zonë, tha se këto bimë kanë vlera të rralla. Rreth i Kukësit ka një potencial shumë të madh dhe të mbledhjes sasive të mbledhjes bimëve miksore. Por studimi duhet vazhdoj se duhet dalin në kuadër të re, të merren me studimin e bimëve, vazhdimësia duhet të jetë gjithmonë e jetë. Prej disa vitesh, një pjesë e konsiderueshme e bimëve medicinale në Kukës janë kërkesë në rritje jo vetëm në tregun evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.